Për 8 vjet djali I prekte veshin. Të gjithë mjekët thoshin të njëjtën gjë, nuk ka asgjë që mund të bëjmë. Baba I tij kishte shpenzuar miliona, kishte udhëtuar nëpër botë, kishte lutur specialistë që ta ekzaminonin përsëri djalin. Të gjithë ngrinin supet. Pastaj një punonjëse shtëpie vuri re diçka që askush tjetër nuk e kishte vënë re, dhe ajo që gjeti brenda veshit të asaj fëmie do t'ju lër pa fjalë. Oliver Hart ishte miliarder. Avion privat, pallate, më shumë para se sa shumica e njerëzve shohin në 10 jetë. Por djali I tij, Shah, kishte lindur I shurdhër. Në moshën 8 vjeç, ai nuk kishte dëgjuar kur asnjë tingull. Oliver kishte provuar gjithçka. Klinika të famshme, spitale elitare, mjek që kërkonin shumë amaramendëse për një orë konsult. I kishin bërë analiza, skanime, procedura të dhimbshme. Të gjithë thoshin të njëjtën gjë, e pakthyeshme. Duhet ta pranoni. Por Oliver nuk mund ta pranonte, sepse Shah ishte gjithçka që I kishte mbetur. Gruaja e tij kishte vdekur duke e sjellë në jetë atë fëmijë. Komplikime, kishin thënë mjekët. Gjakderdhje, kohë e pamjaftueshme për ta shpëtuar. Oliver I kishte mbajtur dorën ndërsa jeta I largohej nga sytë. Ajo ishte përpjekur të thoshte diçka, buzët I lëvizën, por asnjë tingull nuk doli. Ashtu si djali I tyre. Që nga ajo ditë, Oliver jetonte me fajin që I shtypte gjoksin si një gur I rëndë. Nëse do të kishte zgjedhur një spital tjetër, nëse do të kishte kërkuar më shumë, ndoshta ajo do të ishte ende gjallë. Ndoshta Shah do të ishte ndryshe. Ai bëri të vetmen gjë që dinte të bënte, shpenzoi para. Miliona dollar, udhëtime transoceanike, hotele luksoze, specialist nga çdo cep I botës. Por përgjigjja ishte gjithmonë e njëjtë. Surdhi I djalit ishte I lindur. Nuk kishte shërim. Duhej ta pranonte. Por si mund të pranonte që djali I tij të jetonte në heshtje për jetë? Si mund të pranonte që Shah kur të mos dëgjonte zërin e tij duke I thënë se sa shumë e donte, se sa shumë I mungonte nëna? Ai vazhdoi të kërkonte, të shpresonte, të lutej. Nuk e dinte se përgjigjja nuk do të vinte nga një spital. Do të vinte nga një grua e thjeshtë, nga dikush që askush nuk e shikonte 2 herë. Një grua që sapo kishte hyrë në jetën e tyre për të pastruar 2 shemet. Victoria ishte një punonjëse shtëpie, 27 vjeçe, pa diploma të rëndësishme, vetëm me një zemër të lodhur dhe një nevojë të madhe për të fituar para për të paguar azilin e gjyshes së saj. Ajo kishte vënë re diçka tek Shah që të gjithë specialistët e kishin injoruar, një shenjë të errët, një shqetësim në veshin e tij. Dhe një natë, ndërsa Oliver nuk ishte në shtëpi, ajo mori një vendim që mund t'i shpëtonte jetën atij fëmije ose ta shkatëronte jetën e saj përgjithmonë. Rezidenca e familjes Hart shtrihej në hektar tokë të gjelbër, nga jashtë dukej si një ëndër, kolona madhështore, dritare që shkëlqenin në diell, kopshte të rregulluara me përpikëri. Por brenda mbretëronte heshtja. Jo një heshtje e qetë, por një heshtje e rëndë, e dendur, sikur diçka kishte vdekur dhe askush nuk e kishte varrosur. Shërbyesit lëviznin nëpër korridore pa folur, me hapa të butë, sikur zëri I tyre mund të prishte diçka të shenjtë dhe të dhimbshme. Oliver kalonte net të tëra në zyrën e tij, duke parë portretin e familjes mbi oxhak. Gruaja e tij, me buzëqeshjen e ngrirë në pikturë, syt ende plot jetë. Vetja e tij më e re, plot shpresë, dhe mes tyre, Shah I vogël. Një kujtesë e përhershme e asaj që kishte humbur dhe e asaj që nuk do të ishte kurrë si të tjerët. Victoria erdhi një mëngjes me qiell gri. Ajo qëndroi te porta, duke shtrënguar çantën me të dyja duart, duke u përpjekur të qetësonte frymëmarrjen. Ishte shansi I saj I fundit. Në një qytet tjetër, gjyshja e saj ishte shtrirë në një azil, me faturat që rriteshin çdo muaj. Nëse nuk paguaj, ajo do të transferohej në një institucion shtetëror, një vend ku njerëzit harroheshin. Victoria nuk mund ta lejonte këtë. Ajo kishte pranuar këtë punë vetëm për të mbajtur gjyshen e saj në një vend të sigurt. Guvernantja e shtëpisë e priti me një fytyrë të ftohtë. I tha rregullat, puno, qëndro e qetë, mos u përziej në jetën e familjes, veçanërisht pranë djalit. Victoria pranoi. Ajo ishte aty vetëm për të punuar. Por kur pa Shah për herë të parë, të ulur në shkallët e mermerta, duke rreshtuar lodrat e tij me kujdes, diçka I shtrëngoi zemrën. Ai prekte shpesh veshin e djathtë, me një shprehje sikur diçka e mundonte. Ditët kalonin dhe Victoria e vëzhgonte në heshtje. Ajo pa vetmin e tij, mënyrën se si shikonte botën përmes xhamit, pa zërin.
pa edhe mënyrën se si her pas here prekte veshin dhe bënte një grimac, sikur ndjente dhimbje. Një pasdite, kur ai po përpiqej të bashkonte një lodër dhe nuk po ja dilte, ajo u gjunjëzua dhe e ndihmoi. Ai e shikoi dhe buzëqeshi lehtë. Një buzëqeshje e vogël, por që i mbushi zemrën me dridhë. Që nga ajo ditë, mes tyre lindi një lidhje e heshtur. Ajo i linte zogj prej letre, ai i linte vizatime. Ata krijuan një gjuhë të vogël vetëm për veten e tyre, shenja të thjeshta që tregonin gëzim, siguri, shpresë. Por mbi të gjitha, Victoria nuk mund të harronte atë që kishte vënë re që ditën e parë, mënyrën se si Sha prekte veshin, sikur diçka brenda tij të ishte gabim. Ajo filloi ta vëzhgonte më nga afër. Një hije e errët, një shenjë e pazakontë thellë në kanalin e veshit. Diçka që nuk dukej si pjesë e trupit. Diçka që nuk duhej të ishte aty. Dhe një natë, me zemrën që i rrite fort nga frika dhe besimi, ajo mori guximin të vepronte, duke e ditur se ajo që do të zbulonte mund të ndryshonte gjithçka për atë fëmijë dhe për jetën e saj përgjithmonë. Një natë, zonja Patterson e zuri në qoshe në kuzhinë, të pashtë me djalin. Stomaku i Victorias u shtrëngua. Zonjë, unë vetëm. Zëri i zonjës Patterson ishte i mprehtë si xham. Të paralajmërova. Zoti Hart ka rregulla. Stafi nuk i afrohet Shas, nuk jam këtu për të krijuar probleme. Ai është thjesht i vetmuar. Kjo nuk është puna jote. Ajo ju afrua edhe më shumë. Ti je këtu për të pastruar, jo për të kujdesur për këtë fëmijë, jo për të rregulluar atë që nuk ka rregullim. Victoria shtrëngoi dhëmbët. Të rregullosh atë që nuk ka rregullim. Kështu thoshin të gjithë, edhe në këtë shtëpi, edhe këtu ku jetonte ai fëmijë, të gjithë kishin hequr dorë. Nëse Zoti Hart zbulon se je përzier, do të largohesh. Pa rekomandime, pa shanse të dyta. Sytë e zonjës Patterson ishin të ftohtë. Mendo për këtë. Ajo u largua, takat e saj duke goditur dyshemen si një numërim mbrapsht. Atë natë, Victoria u ul në shtrat duke parë murin. Mendoj për gjyshen, për faturat, për rrogën që i duhej aq shumë. Mendoj për Shan, për sytë e tij të vetmuar, për dhimbjen e tij. Mendoj për errësirën që kishte parë në veshin e tij. Fjalët e zonjës Patterson i jehonin në mendje, të rregullosh atë që nuk ka rregullim. Por po sikur të kishte rregullim, po sikur të gjithë të gabonin. Victoria mori Biblën dhe e shtrëngoi fort në kraharor. Zot, nuk di çfarë të bëj. Nuk mund ta humbas këtë punë, por nuk mund të injoroj atë që po shoh. Ajo priti në heshtje. Nuk erdhi asnjë përgjigje. Vetëm pesha e një vendimi që nuk ishte gati ta merrte. Jashtë, hëna ndriçonte rënd. Brenda zemrës së saj, një luftë kishte filluar. Midis asaj që i duhej për të mbijetuar dhe asaj që e dinte se ishte e drejtë. Ajo ende nuk e dinte, por ajo luftë do të përfundonte së shpejti, sepse të nesërmen gjithçka do të ndryshonte. Mëngjesi erdhi i ftohtë dhe i heshtur. Victoria po fshinte korridorin kur dëgjoi një zhurmë të lehtë, pastaj asgjë. Ajo u ndal dhe dëgjoi. Një tjetër tingull, si një të qarë i mbytur. Zemra i rahu fort. Ajo ndoqi zërin deri te dera e kopshtit. Atje ishte Sha, ulur në një stol guri, trupi i tij i vogël i përkulur, të dyja duart të shtypura fort mbi veshin e djathtë. Fytyra e tij ishte e shtrënguar nga dhimbja, lotët i rridhnin në përfaqe, por asnjë zë nuk dilte nga goja e tij. Ai qante në heshtje të plotë. Victoria hodhi fshesën dhe vrapoi drejt tij. U gjunjëzua përballë tij me duar që i dridheshin. Sha, shiko mua. Ai hapi sytë, të skuqur, të lagur, plot dhimbje. Ajo i bëri shenjën e veshit me butësi. Ai pohoi, lotët vazhdonin të binin. Gjoksi i Victorias dukej sikur po shtypej. A mund të shikoj? Ajo i tregoi me shenja. Do të jem e butë. Premtoj. Ai hezitoi. Frika i kaloi në fytyrë, por pastaj u përkul përpara. Ky fëmijë, i ekzaminuar dhe i shpuar nga mjekët gjithë jetën, po i besonte asaj. Victoria gëlltiti me vështirësi. Ajo ja ktheu kokën lehtë drejt dritës së mëngjesit dhe pa. Aty ishte, thellë në kanalin e veshit, diçka e errët, e dendur, që shkëlqente si guri lagur. I u ndal fryma. Ishte më e madhe se më parë, më e dukshme. Si kishte mundësi që mjekët ta kishin humbur diçka të tillë? Si kishin mundur ta injoronin të gjitha ekzaminimet këtë?
Mendja e saj u kthye te kushëriri i saj marcus, bllokimi që e kishte lënë të shurdhër për vite dhe procedura e thjeshtë që ja kishte ndryshuar jetën. Duart i dridheshin. I tregoj ngadalë me shenja, ka diçka në veshin tënë, diçka që nuk duhet të jetë aty. Sytë e tij u zgjeruan. Duhet t'ja tregojmë babait tënë. Paniku shpërtheu në fytyrën e tij. Duart i lëviznin shpejt. Jo, mjek, të lutem. Ata më lëndojnë, gjithmonë më lëndojnë, kur nuk ndihmojnë. Zemra e Viktorias u coptua. Ajo e kuptoi. Vite procedurash, vite dhimbjeje pa lehtësim. Ai kishte mësuar se ndihma do të thoshte vuajtje. Ajo ja mori duart në të sajat dhe e shikoi në sy. Unë nuk do të lëndoj kur, i përshpëriti. Kur? Ai e shikoi dhe ngadalë frymëmarrja e tij u qetësua, por frika mbeti në sytë e tij. Viktoria qëndroi me të derisa lotët u thanë dhe duart e tij pushuan së dridhuri. Pastaj u kthye brenda, me mendjen që i punonte pa pushim. Ajo e dinte çfarë kishte parë. Ajo e dinte çfarë do të thoshte kjo. Por çfarë mund të bënte? Ti tregonte Oliverit? Ai do të thërriste sërish specialist, të njëjtët që nuk kishin vënë re asgjë për vite. Të mos bënte asgjë? Të shikonte atë fëmijë të vuante në heshtje? Atë natë, Viktoria nuk fjeti. Qëndroi zgjuar duke parë tavanin, ndërsa zëri i gjyshes i jehonte në mendje. Zoti nuk e dërgon gjithmonë ndihmën në paketime luksoze. Ndonjëherë e dërgon përmes njerëzve që kanë vetëm duart të gatshme. Viktoria mbylli sytë. Duart e saj ishin të gatshme. Por a ishte ajo mjaft e guximshme për t'i përdorur? Kaluan disa ditë. Ajo mezi hante, mezi flinte. Sa herë mbyllte sytë, shite atë mas të errët, të ngulitur thellë, duke bllokuar gjithçka. Dhe fytyrën e shas, dhimbjen e tij, lotët pa zë. Një natë, ajo ul në shtrat me Biblën në prehër, por fjalët i dukeshin të paqarta. Ajo shite vetëm marcusin, të shurdhër për vite, të dorëzuar nga mjekët, derisa dikush më në fund e kishte parë me vëmendje. Një procedurë, një çast guximi, dhe bota e tij ishte mbushur me tinguj. Duart e Viktorias dridheshin. Ajo e dinte çfarë kishte parë në veshin e shas, por kush ishte ajo? Një pastruese. Pa diploma, pa trajnim, pa të drejtë të prekte atë fëmijë. Nëse do të gabonte, nëse do ta lëndonte, do të përfundonte në burg. Nëse do të kishte të drejtë, por Oliver do ta zbulonte se kishte vepruar pa leje, ajo do të humbiste gjithçka. Punën, të ardhurat, kujdesin për gjyshen. Zot, përshpëriti ajo, çfarë do nga unë? Heshtje. Vetëm tiktaku i orës. Ajo mendoi për vëllain e saj Daniel, të vdekur i ri, i sëmur, pa ndihmë. Ajo e kishte parë të shuaj, të përpiqej të fliste dhe të vdiste në heshtje. Ajo i kishte premtuar vetes atë ditë se nuk do të qëndronte më kur pa bërë asgjë ndërsa një fëmijë vuante. Ajo u ngrit, shkoi te dritarja. Hëna ndriçonte kopshtet. Diku në atë shtëpi, një djalë i vogël flinte me dhimbje dhe heshtje. Dhe ajo ishte e vetmja që kishte parë. Zot, kam frikë, përshpëriti. Por nëse kjo është ajo që kërkon. Mendoi për gjyshen, për fjalët e saj dhe mori një vendim. Nëse sha do të kishte përsëri dhimbje, ajo do të vepronte. Do t'i besonte asaj që Zoti i kishte treguar, edhe nëse kjo do t'i kushtonte gjithçka. Nata tjetër erdhi shpejt. Oliver ishte jashtë për punë. Shtëpia ishte e heshtur. Viktoria po paloste çarçaf kur dëgjoi një zhurmë. Zemra i ndaloi. Ajo vrapoi. Sha ishte shtrirë në dy sheme, i mbledhur, me duart mbi vesh, fytyra e tij e shtrembëruar nga agonia. Lotët i rridhnin pa zë. Viktoria u gjunjëzua pranë tij. Jam këtu, i përshpëriti, duke ja përkulur kokën drejt dritës. Masa e errët ishte qartë e dukshme, e fryrë, duke shtypur kanalin e veshit. Duart e saj dridheshin. Ajo nxori një pincë të sterilizuar që e kishte marrë nga kutia e ndihmës së shpejtë. Zot, udhëhiq duart e mia, përshpëriti. Sha e shikoi, i frikësuar, por me besim. Nuk do të lëndoj, i tregoi me shenja. Ai pohoi. Ajo mori frymë thellë dhe, me butësi, futi pincën. Ndjeu masën e errët të dendur dhe e kapi. Tërhoqi ngadalë. Rezistencë. Zemra i rrite fort. Tërhoqi sërish me kujdes dhe pa pritur u lirua. Diçka ra në pëllëmbën e saj.
e errët e lagur biologjike, vite të tëra që kishin bllokuar dëgjimin e tij. Para se ajo të reagonte, Sha mori frymë thellë. Një frymë e vërtet e dëgjueshme. Ai u ul menjëherë dhe shikoi përreth. Pastaj tregoi orën e vjetër në murgoja i u hap. Një tingull i thyrë, por real, doli. Tik-tak. Lotët e Viktorias rridhnin. Po, zemër. Është ora. Ti mund ta dëgjosh. Trupi i tij u drodh. Ai preku fytin, ndjeu dridhjen e zërit të vet, syt i u mbushën me mrekulli. Frika ishte ende aty, por tani kishte diçka më shumë. Shpresë. Goja e tij u hap përsëri. Një fjalë. Fjala e parë e vërtet që kishte thënë ndonjëherë. Babi. Viktoria shpërtheu në lodh. Ajo e përqafoi fort, duke e mbajtur ndërsa trupi i tij dridhej dhe tingujt përmbytën botën e tij për herë të parë pas 8 vitesh. Ti mund të dëgjosh, i përshpëriti në flok. Faleminderit, Jezus. Ti mund të dëgjosh. Sha u kap fort pas saj. Pastaj u dëgjuan hapa të rëndë dhe të shpejt në korridor. Viktoria ngriti kokën. Oliver Hart qëndronte te dera, fytyra e tij e zbeth si vdekja, sytë e ngulur te djali i tij, te gjaku në dy sheme dhe te duart e Viktorias. Çfarë i bëre? Zëri i Oliverit bëri të dridheshin muret. Ai u hodh përpara, e shtyu Viktorin më njan dhe e kapi Shan nga supet. Çfarë të bëri ajo? Sha u drodh nga tingulli. Ishte kaq i fort, kaq i mpreh. Por pastaj goja e tij u hap. Babi, unë mund të dëgjoj. Oliver u ngrirë. I gjithë trupi i tij u ngurtësua. Çfarë? Sha zgjati dorën dhe preku fytyrën e të atit. Zëri yt, përshpëriti. Ky është zëri yt. Këmbët e Oliverit u dobësuan, por para se të arrinte të merrte frymë dhe të kuptonte çfarë po ndodhte, sytë e tij ranë mbi duart e Viktorias. Gjaku, pinceta, masa e errët në pëllëmbën e saj. Frika e mposhti mrekullin. Sigurimi, bërtiti ai. Dy roje u shfaqën menjëherë. Largojeni prej djalit tim. Zemra e Viktorias u coptua. Zotëri, ju lutem, më dëgjoni. Nuk e lëndova. E ndihmova. Shikoni. Ajo zgjati dorën duke i treguar bllokimin. Kjo ishte brenda veshit të tij. Për këtë nuk dëgjonte. Unë e hoqa. Ti nuk je mjek, u lëriti Oliver. Mund ta kishe vrarë. Rojet e kapën nga krahët. Sha bërtiti, një britme e vërtet, e fort, plot frikë. Jo, mos e merrni. Jo. Zëri i djalit, i lartë, i dëshpëruar, i vërtet, e paralizoi Oliverin. Por frika ishte ende më e fortë. Çojeni në dhomën e sigurisë. Thërrisni policin. Viktoria nuk rezistoi. Ndërsa e tërhiqnin, ajo e pa Shan, do të jetë mirë, i përshpëriti. Ti do të jesh mirë. Sha qante me zë. Të qara të çrregullta, të forta. Tingujt e parë të dhimbjes që kishte nxjerrë ndonjëherë. Në spital, mjekët e rrethuan Shan, analiza, teste, ekzaminime. Oliver ecte lart e poshtë në korridor, mendja i punonte pa pushim. Djali i tij po fliste, po dëgjonte, po reagonte ndaj tingujve. Ishte e pamundur. Një infermiere i u afrua. Zotëri Hart, mjeku duhet të flasë me ju menjëherë. Oliver e ndoqi në një zyrë të vogël. Doktor Mathes ishte ulur pas tavolinës me fytyrë të rëndë. Zotëri Hart, nuk di si ta them këtë. Thoni, u përgjigj Oliver. Mjeku i shtyu një dosje. Ky është ekzaminimi i djalit tuaj nga 3 vjet më parë. Oliver e hapi. I rrethuar me të kuqe ishte një shënim, bllokim i dendur i zbuluar në kanalin e veshit të djathtë. Rekomandohet heqje e menjëhershme. Gjaku i Oliverit u ftoh. Dikush e ka parë këtë? Doktori pohoi ngadalë. Po, por nuk ka ndjekje, asnjë procedurë të planifikuar. Dosja juaj ishte shënuar për trajtim të vazhdueshëm. Fjalët e goditën Oliverin si plumë. Trajtim i vazhdueshëm. Ata e dinin. Kishin parë bllokimin dhe e kishin lënë aty sepse paratë e tij ishin shumë të mira. Sepse dëshpërimi i tij ishte fitimprurës. Ata e mbajtën djalin tim të shurdhër, përshpëriti Oliver. Me qëllim. Doktori nuk foli, por heshtja e tij e tha gjithçka.
Duart e Oliverit dridheshin. Të gjitha ato vite, të gjitha ato miliona, të gjitha ata specialistë që tunin kokën, ata kishin gënjur. Dhe e vetmja që kishte thënë të vërtetën, e vetmja që kishte ndihmuar vërtet, ishte ulur në dhomën e sigurisë, duke pritur të arrestohej. Oliver u ngrit. Ku po shkon? E pyeti mjeku. Ai nuk u përgjigj. Ai kishte një punonjëse shtëpie për të gjetur dhe një jetë të tërë faljesh për të kërkuar. Victoria ishte ulur vetëm në dhomën e sigurisë, me duart e bashkuara dhe kokën ulur. Ajo nuk po lutej për veten. Po lutej për Shan, që dëgjimi i tij të mbetej, që babai i tij ta kuptonte, që djali të njihte më në fund një botë plot zëra. Dera u hap. Ajo ngriti kokën. Oliver Hart qëndronte aty. Por nuk ishte më i njëjti burr që e kishte larguar me zemërim. Syti kishte të skuqur, fytyra e lodhur, si e një njeriu që sapo kishte parë botën e tij të shembej dhe të rindërtohej në të njëjtën çast. Victoria, tha ai me një zë të butë, pothuajse me nderim. Ajo u ngrit. Zotëri Hart, unë mund të shpjegoj. Mos shpjego, tha ai. U afrua ngadalë. Mos shpjego. Mos kërko falje. Mos thuaj asnjë fjalë. U ndal përballë saj. Dhe ky miliarder, ky burr që kontrollonte perandori, ra në gjunjë. Më fal, pëshpëriti. Më fal shumë. Frymëmarrja e Victorias u ndërpre. Mjekët e dinin, tha Oliver me zë që i dridhej. E kishin parë bllokimin vite më parë dhe e lan aty. Sepse paratë e mia ishin shumë të mira për ta shëruar. Lotët i rridhnin në përfaqe. Unë u besova atyre. Diplomave, titujve, spitaleve të shtrenjta. Shpenzova miliona për problemin e djalit tim dhe kur nuk u ndala ta shikoja vërtet. Por ti e bëre. Ti e pe. Ti e vure re dhimbjen e tij kur askush tjetër nuk u interesua. Lotët e Victorias ran. Unë thjesht e desha, tha ajo. Vetëm kaq. Oliver tunte kokën. Jo, kjo është gjithçka. Ai u ngrit ngadalë. Kalova 8 vjet duke u përpjekur të blej një mrekulli dhe Zoti ma dërgoi përmes gruas që punësova për të pastruar 2 shemell. Victoria fshiu syt. Zoti përdor ata që janë të gatshëm, tha ajo. Kështu thoshte gjithmonë gjyshja ime. Oliver pohoi. Ajo kishte të drejtë. Ata u kthyen së bashku në dhomën e Shas në spital. Djali ishte ulur në shtrat me kufje në vesh duke dëgjuar muzikë për herë të parë. Fytyra e tij ishte plot mrekulli. Kur i pa, hoqi kufjet dhe vrapoi drejt Victorias. E përqafoi fort rreth Bailit. Faleminderit, tha ai. Zëri i tij ishte i ashpër, i pasigurt, por i bukur. Victoria u gjunjëzua dhe e përqafoi fort. Ti gjithmonë ke merituar të dëgjohesh, zemër. Gjithmonë. Sha u tërhoq pak dhe e pa të atin. Babi, unë mund ta dëgjoj zemrën tënde. Po rre fort. Oliver u gjunjëzua dhe e përqafoi djalin. Për herë të parë pas 8 vitesh, Sha dëgjoi baban e tij duke qarë. Dhe Victoria, duke qëndruar pranë tyre në heshtje, më në fund mori frym thellë. Zoti i kishte dëgjuar lutjet e saj. Jo me para, jo me ilaçe, por me duar të gatshme për të ndihmuar dhe me një zemër besnike. Ndonjëherë, kjo është gjithçka që i duhet një mrekullie.